Nga Korça, ku promovoi librin Kandidati, deputeti rebel i Partisë Socialiste Bemblushi theksoi se duhet ndryshuar mentaliteti partive politike të kthyer në ndërmarrje fitimprurse. Blushi ngriti shqetësimin se dhe grupimi ku ai bën pjesë nuk të lë hapësirë të flasësh. Grupi politik ku unë jam nuk e jep më këtë mundësi. Nuk jep më mundësi të flasësh, të votosh, të zgjedhësh apo të rrezosh dikë me votë. Ky është deformim shqiptar. Gjitha partitë e Shqipërisë për fat keq po kthehen në ndërmarrje. Nuk janë më parti. Partia nga ndërmarrja ka një ndryshim të madh. Ndërmarrja shkon mbas fitimit, partia shkon mbas vdes. Ka ardhur dita për të bërë një gjë ndryshe në Shqipëri. Se kush do e bëjë? Se sa aftësi do ketë? A do ketë pëlqimin e dur nga populli? Unë nuk e di, por di një gjë. Gjithmonë ja vlen ta fillosh. Ashtu siç ka bërë shpeshherë, edhe nga foltorja e kuvendit kohët e fundit, Blushi bëri përgjegjëse politikën për varfërimin e vendit. Ua ky vend vetëm ikin. Pse? Për shkak po ta them, sepse se kemi sjell konsciencën tonë kombëtare në ekuilibër. Akoma nuk kemi vendosur të ndajmë njëherë mirë, çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe, dhe në fund fare zbatojmë ligjin. Referuar romanit të tij Kandidati, deputeti socialist Bemblushi tha se kandidatët e provuar pas 2-3 mandatesh që sipas tij janë të vdekur, duhet të mos votohen më.